Departamenti i Historisë dhe Gjeografisë në Universitetin Frans Tilianoli organizoi një workshop me temë Mësimdhënia e Historisë dhe Gjeografisë, sfidat e sotme dhe drejtimet e së ardhmes, ku morën pjesë mësues të arsimit parauniversitar, akademik dhe alumni. Edlira Mengshi, përgjegjëse e Departamentit të Historisë dhe Gjeografisë, theksoi se sfidë kryesore mbetet rritja e interesit tek të rinjt për këto dy disiplina. Sfida kryesore është sepse jemi në një kontekst ku të rinjt po përqafojnë më shumë shkencën, teknologjinë dhe interesin në profilet e historisë dhe gjeografisë dashur pa dashur ka pësuar një rënje. Kjo është e vërtet tashmë edhe në gjitha universitetet e tjera. Dhe pikërisht kjo është sfida më e madhe, që të rrisim interesin e nxënësve në arsimin parauniversitar për ta përqafuar qasjen ndaj tyre dy disiplinave dhe për të vazhduar studimet në këto dy disiplina, që nuk janë thjesht disiplina histori dhe gjeografi, por brenda tyre këto ofrojnë një larmishmëri shumë të madhe të profesioneve që të rinjt mund të zgjedhin në të ardhmen. Nga ana tjetër, Aurel Prifti, mësues i gjeografisë në arsimin parauniversitar, ka vënë theksin te nevoja për një qasje më praktike në mësimdhënie. Mos jetë më ajo mësimdhënie që kemi qenë ne gjithmonë dhe vazhdojmë të jemi ne mësuesët, po të jetë nxënësi. Ai të jetë pjesë sa më i përfshirë dhe pjesëmarrës në zhvillimin, në trajtimin e dukurisë, në shkak pasojat për të analizuar, po flas konkretisht për lëndën e gjeografisë. Si sfidë të dytë do jetë pjesa e mishërimit me teknologjinë ose lidhje me teknologjinë, që këtyre nxënësve ne të mos japim vetëm një uri teorike, siç e vazhdojmë të japim, por të sillim sa më realisht. Gjatë workshopit u diskutuan gjithashtu metodat bashkëkohore të mësimdhënies, sfidat në zbatimin e kurikulës dhe rëndësia e edukimit informal. Pjesëmarrësit u angazhuan në shkëmbim idesh dhe përvoja, duke propozuar zgjidhje për përmirësimin e situatës aktuale.